Këtu në burojt e Skenderajt, ish presidenti Hashim Thaçi qëndroi disa orë me nënën dhe bashkëshortën e tij. Para se të vinte këtu, Thaçi bëri homazhe tek varri i babait të tij, por vetëm 5 ditë pas vdekjes së tij dhe 3 ditë pasi që ai u vorros. Kjo sepse gjykata speciale nuk i dha leje Thaçit të marrë pjesë në varrim. Speciala sot e lejoi Thaçin të shkojë në Vareza si dhe të vizitojë familjen e tij të afërt. Pas rreth 3 orësh Thaçi u largua nga shtëpia e tij nën masa të rrepta sigurie. Ne kemi qenë që nga ora 11 kur Thaçi mbërriti dhe kemi parë se ka lënë një kuror me lule pranë varrit të babait të tij. Ndër të tjerash, ai shkroi se erdha i fundit. Është thënë se ai do të qëndrojë në zyrët e Oleksit deri në kohën kur ai do të dërgohet përsëri në Hag. Thaçi po përballet me një proces të zgjatur gjyqësor nën akuzat për krimet të pretenduara të luftës. Ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës. E kuptoj, jam plotësisht i pafajshëm.